Me mbroma dhe mirë se vini në War Report, do t'jeni në ekranin ABC News me mua Sali Doçin për të parë të gjitha zhvillimet kryesore sa i përket konfliktit i cili ka marrë të gjithë vëmendjen botërore dhe që ka një ndikim të drejtë për drejtë edhe për te lindjes mesme me atë se çfarë po ndodh me çmimet e naftës në mbar botën, siç kemi parë, ka tejkaluar çmimi në bursat ndërkombëtare në mbi $100 për fuqi, megjithatë mbetet aty edhe rreziku i përshkallëzimit të këtij konflikti. Do të sjell në pjesën e parë të War Report shkurtimisht të gjitha zhvillimet kryesore të ditës, ku ky konflikt duket se rrezikon edhe një herë tjetër të përshkallëzohet, duket sjell kështu edhe një përfshirje të drejtë për drejtë të NATO-s. Për herë të dytë, mbrojtja e Aleancës Veriut Atlantike ka rrëzuar një raketë të dytë nga Irani që po shënjesronte pikërisht Turqinë, duke folur kështu për Gaziantep. Mbrojtja ajrore e NATO-s ka deklaruar se raketa është rrëzuar, ndërsa autoritetet turke thanë se nuk pati persona të plagosur apo qoftë edhe viktima. Incidenti e shtyu Mark Rutte, sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, të përsëriste se Neni 5 nuk po thirrej përmbajtjen e një mbledhjeje mes shqetësimeve se shtetet anëtare mund të tërhiqeshin në luftë. Në përgjigje, Turqia njoftoi se do të vendosë 6 avion luftarak F-16 në Kiprën Veriore për të forcuar mbrojtjen rajonale dhe për të mos lejuar përshkallëzimin e këtyre luftimeve. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump, i cili nisi këtë luftë ndaj Iranit së bashku me Izraelin, ka deklaruar se nuk mund të jap fund asaj vetëm pasi për diçka të tillë do të nevojitej edhe mendimi i Benjamin Netanyahut. Në një prononcim për Times of Israel, ai tha se mendoj se është ndërsjellë pak a shumë. Kemi folur, do të marrë një vendim në kohën e duhur, por gjithçka do të merret në konsiderat. Ai shtoi se Irani do të shkatronte Izraelin dhe gjithçka përreth tij. Ne kemi punuar së bashku, ne kemi shkatruar një vend që do të shkatronte Izraelin, u shpreh Trump, duke thënë se priste që lufta të zgjaste 4 javë pavarësisht paralajmërimeve të Caroline Leavitt. Megjithatë, një përditësim i fundit i CBS News ka deklaruar se presidenti amerikan Donald Trump pret dhe thot se jemi drejt fundit të konfliktit me Teheranin, duke sjellë kështu një qetësim gjakrash në mbar botën, e cila është afektuar, siç e thash, në aspektin ekonomik, duke përfshirë luhatje masive në bursat ndërkombëtare, por mbi të gjitha tek çmimi i naftës, i cili po prek pothuajse të gjithë botën dhe efektin kanë nisur ta ndjejnë vendet evropiane me naftën që ka tejkaluar mbi €2 për litër. Ka pasur në Itali një raportim për rritje të çmimit të benzinës më i lartë se ai i naftës, duke treguar kështu edhe të gjitha zhvillimet të cilat po ndodhin pikërisht në rajonin e lindjes mesme. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump ka pranuar të prononcohet edhe për zgjedhjen e liderit të ri të Iranit, Mojtaba Khamenei. Donald Trump ka thënë se nuk është i kënaqur me të, duke ripërsëritur kërcënimet amerikane, të cilat mund të funksionojnë për të eliminuar pikërisht Mojtaba Khamenei, njësoj siç ndodhi me babain e tij. Djali i Khamenei është njëri i lehtë, ka thënë presidenti Trump medias amerikane Axios të njëjtën e kaluar, duke përfshirë këtu një rikthim të këtyre kërcënimeve. Megjithatë, deklarata më interesante apo bombe Donald Trump duhet thënë kështu, ishte teksa ai ndryshoi qëndrimin e tij 2 herë brenda ditës. Teksa tha se ajo çfarë po ndodhte me çmimet e naftës nuk duhet të shqetësojë askënd dhe se ky është një çmim i vogël që duhet paguar për paqen botërore përballë një aktori kërcënues dhe terrorist siç është Irani. Në fakt, në një tjetër prononcim për NBC News, bisedime telefonike që mban me një sër mediash në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që përnjises së këtij konflikti, presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se nuk përjashton mundësinë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta shohin situatën me Iranin njësoj si me Venezuelën, duke thënë se do donin që të merrnin naftën e tyre, qoftë përmes sekuestrimit apo blerjes së saj përmes rënies së regjimit. Do të ndalim në pjesën e parë të programit për t'ju shpjeguar më shumë se si mund të implementohet ky skenar amerikan dhe për të kuptuar sa janë gjasat reale që diçka e tillë të ndodh. Ndërkohë, në të tjera informacione do të flasim për faktin se tashmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës duket se synojnë të bëjnë goditjen më masive ndaj Iranit. Diçka e tillë ishte paralajmëruar javën e shkuar nga Donald Trump, i cili kishte thënë se sulmi më i madh nuk ka ndodhur ende. E gjitha kjo pasi sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare dhe pamjeve filmike, bombarduesit B-52 janë parë të vendosur pikërisht në një bazë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Mbretërinë e Bashkuar, duke u bërë gati kështu për përdorimin e tyre në lindjen e mesme. Për t'ju dhënë një përshtypje të qartë, Amerika përdori bombarduesit B-2 në sulmin që kreu në qershorin e vitit të shkuar për të eliminuar pikërisht programin bërthamor të Iranit, për cilin tha se pati një sukses. Më pas Donald Trump doli dhe bëri deklaratat të tjera, së bashku më saktë Pete Hegseth doli dhe bëri deklaratat të tjera, duke thënë se kishte një rrezik që Irani të formonte një bombë bërthamore për gjatë le të themi javëve në vijim, një retorikë e cila është përdorur vazhdimisht si nga Izraeli, por edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për treguar pikërisht rrezikun që vjen nga Teherani. Do të ndalem
kthehemi në pjesën e parë të programit për të kuptuar pikërisht mbi këtë deklaratë të Donald Trump, i cili duket se po e konsideron Iranin si Venezuelën, duke bërë kështu një gabim të rënd sipas asaj që thon analistët e gjeopolitikës dhe konflikteve globale, por edhe vetë europianët, vetë Macron tha ditën e sotme se nuk mund të ketë një ndryshim të regjimit me vetëm bombardime nga qielli. Do të shohim së bashku këtë element, do të shohim për shkallëzimin e konfliktit me NATO dhe mbi të gjitha çfarë janë avionët e rinj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke përfshirë B-52-shin, janë dhe për çfarë do të shërbejnë ato në goditjen e ardhshme të lindjes së mesme. Të gjitha këto menjëherë vetëm pas sigles. Më u bashkohet mbrëmjen e sotme në program, në këtë pjesë të parë, zoti Ledion Krisafi, ekspert i marrëdhënieve vendor-kombëtare, dhe gjithashtu për herë të parë do të flasim ditën e sotme edhe për le të themi ekspertizën tënde si pilot për të parë të gjitha armatimet të cilat po tenton të përdorin Shtetet e Bashkuara, ose më saktë janë drejt përdorimit të tyre, por duhet ndalemi pikërisht tek këto deklarata të fundit, zoti Krisafi, për të komentuar së bashku. Trump thot një fund i shpejt i luftës, ripërsërit çështjen mbi sa përket perspektivës apo dëshirës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të marrë edhe naftën e Iranit, që do të ishte një goditje në fakt jo ndaj Teheranit, se sa ndaj Kinës, e cila blen pothuajse rreth 70% nëse nuk gaboj të kësaj nafte të Teheranit, dhe është një ndër elementet më jetik të nevojave të saj për hidrokarbure. Sa e mundshme është që të ndodhë diçka e tillë, duke parë pikërisht edhe këtë hartë, e cila na tregon se në pjesën jugperëndimore janë të vendosura të gjitha rafineritë dhe nxjerrësit kryesorë të naftës në Iran. Aty ndodhet mbi 70 deri në 80% të rezervave të naftës, dhe sipas kësaj harte të sjellë nga mediat ndërkombëtare, të gjitha luftarat e vitit 1900 janë zhvilluar pikërisht në këtë pjesë jugperëndimore të Iranit me synimin kryesor për të marrë naftën e tij, e cila konsiderohet një pasuri e jashtëzakonshme. Flasim këtu për qindra anije bllokuara aktualisht në ngushticën e Hormuzit dhe një pretendim amerikan për marrjen pikërisht të gjitha këtyre aseteve të Iranit. Solla një përshkrim të hartës, zoti Krisafi, për të kuptuar pak më shumë së bashku në aspektin strategjik. Munden vërtet Shtetet e Bashkuara t'ia bëjnë këtë sekuestrim Iranit? Pavarësisht se mund duket si skenari i pabesueshëm, fakt është shumë i mundur, sepse në Gjirin Persik ndodhet një ishull që është rreth 25 kilometra larg nga territori i Iranit, i cili quhet Karg, ishulli Karg, ku 90% e të gjithë naftës që Irani eksporton ndodhet pikërisht në ishullin Karg, dhe një pjesë e madhe e rafinerive të naftës dhe një pjesë e madhe e depozitave të naftës si ka Irani ndodhet pikërisht në ishullin Karg. Dhe ka pasur disa herë në fakt gjatë le të themi 30 vitet të fundit në inteligjencën amerikane disa ide se si mund të merret në kontroll pikërisht ishulli Karg, dhe në momentin që merret në kontroll ishulli Karg, praktikisht sekuestron ose merr në kontroll 90% të gjithë naftës që ka Irani. Pra nuk është e nevojshme të shkosh aty ku janë depozitat e naftës, por mjafton të marrësh në kontroll ishullin Karg. Pra skenari teorikisht sigurisht është i mundur të ndodhë. Problemi është që për të marrë në kontroll ishullin Karg duhet një forcë komando, një forcë speciale amerikane ose amerikano-izraelite në këtë rast, e cila mund të marrë në kontroll ishullin. Ideja është ishulli është i vogël, sigurisht nuk është një ishull i madh, bëhet fjalë për rreth 20 km2 mos gaboj për madhësinë e ishullit, ka një popullsi shumë të vogël, por është një ishull i fortifikuar sigurisht. Dhe ideja është përgjithsisht që amerikanët mundohen të shmangen veprimet e tilla për të marrë në kontroll territore ose për të bërë veprime me komando në terren. Fakti është që Donald Trump dhe amerikanët treguan në Venezuelë që bën pikërisht të njëjtën gjë si ajo që supozohet që mund të bëjnë në ishullin Karg në Iran, pra të bën pikërisht një veprim, një aksion komando me trupa në terren që morën në rrëmbyen presidentin venezuelian. Jam pikërisht pamje që shohim në këtë ekran të këtij ishulli dhe të gjithë rezervave të naftës apo nxjerrjes naftës. Ideja është që kush merr në kontroll ishullin, merr në kontroll 90% të gjithë naftës së Iranit. Praktikisht Irani nuk ka më mundësi të eksportojë asnjë lloj, asnjë pjesë tjetër të naftës së vet, nëse merr në kontroll gjithë ishullin Karg. Dhe fakti është që 90% sigurisht e naftës së Iranit kalon pikërisht nga ngushtica e Hormuzit dhe ishulli gjendet pak kilometra para ngushticës së Hormuzit. Pra kjo është ideja amerikane dhe Donald Trump nuk është duke folur sigurisht kot, është një skenari i cili është diskutuar disa herë në qarqet amerikane, në Departamentin e Shtetit dhe në Departamentin e Luftës sigurisht në këtë rast, kështu që skenari teorikisht është shumë i mundshëm. Pastaj sa marrin në praktik përsipër amerikanët të bëjnë një aksion komando dhe të marrin në kontroll ishullin Karg, kjo është diçka që duhet parë në vazhdim. Por si teorikisht pra është krejtësisht i mundur të ndodhë diçka e tillë.
Të qartë. Megjithatë, për tek këtij pretendimi, ditën e sotme ka pasur një përshkallëzim të sulmeve, një herë e dytë që tentohet të goditet një vend i NATO siç është Turqia, shpeshherë është thënë se nuk është objektivi i tyre kryesor i Iranit, duke përfshirë këtu Çiprën, ku janë goditur edhe bazat britanike përmes dronëve të Teheranit. Sa i vërtet ky skenar kësaj herë dhe mbi të gjitha deklarata e Mark Rutte, i cili thotë se nuk mund ta therrasë Nenin 5 përballë kësaj situate, sepse kjo do të ishte një përfshirje në konflikt. Në fakt, në raketën e parë, iranianët thanë që ishte nisur drejt Çipros dhe dyshoi drejtim rrugës, gjë që duket pak e dyshim përgjithsisht, sepse këto raketa nuk janë raketa cilësisë ulur, pra janë raketa cilësisë shumë të lartë dhe nuk është kaq e lehtë të ndryshojnë drejtim aq më tepër me qindra kilometra, pra të nisat në Shqipëri dhe të fundojnë në Turqi. Fakti është që është duke ndodhur një çoroditje brenda elitës drejtuese iraniane në këtë moment, dhe unë kam përshtypjen që mund të ketë edhe aktor lokal ose le të themi general drejtues lokal iranian, të cilët mund të vepojnë me kokën e tyre, pa marrë urdhra nga lart. Dhe fakti është se kush është duke i dhënë urdhër në këtë moment, sepse nga njëra anë kemi presidentin Iranit Pezeshkian, i cili e mohon diçka të tillë. Nga ana tjetër kemi edhe drejtues shumë të lartë të Gardës Revolucionare Iraniane, të cilët janë të gatshëm të hetojnë bashkë me turqit që raketa e tillë nuk është nisur nga Irani, por ndërkohë që kemi edhe raketa që janë nisur nga Irani drejt Turqisë. Pra, unë mendoj që me shumë mundësi mund të kemi aktor lokal në Iran, të cilët kanë marrë përsipër të bëjnë goditje të tilla, qoftë ndaj Turqisë, qoftë ndaj objektivave të tjerë. Fakti është që në dallim nga vendet e gjirit, siç është Arabia, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari, Bahreini, të cilët kanë qenë përgjithësi armiq të Iranit, duhet të thënë Turqia nuk se ka qenë në një vend armik i Iranit, paktën në 20-30 vitet e fundit. Marrëdhëniet e tyre janë marrëdhënie normale mes dy shteteve në lindjen e mesme, dhe do shoh të vështirë sepse iranianët mund të përpiqen të dërgojnë raketat drejt Turqisë. Dhe aq më tepër që nëse Turqia futet në luftë, ose nëse vendet e tjera të NATO-s futen në luftë si Franca, Gjermania, Britania, dërgojnë flotat e tyre të avionëve në lindjen e mesme, kjo të ishte një skenar shumë i keq për Iranin. Pra nuk ka logjik kjo që po mundohet të bëjnë iranianët duke goditur Turqinë, si thuash, për të futur Turqinë në luftë, sepse kjo do ta përkeqësonte jashtëzakonisht shumë pozitën e Iranit. Pra nuk e përmirëson pozitën e Iranit nëse futet Turqia, apo nëse futet vendet e tjera të NATO-s në luftë. Kështu që i mëshoj më shumë skenarin ndoshta të aktorëve lokal, tash në një komandant, në një general iranian në zonat caktuara të Iranit, i cili mund të jetë duke vepruar me kokën e tij ose thjesht për të futur në luftë për të goditur Turqinë ose objektiva të tjera në këtë rast. Për sa i përket Nenit 5 të NATO-s, ka diçka që bazat britanike në Çipro, për shembull, janë goditur që në fillim. Dhe bazat britanike në Çipro, sipas marrëveshjeve që ka bërë Çipro, janë teknikisht territor britanik. Pra do të themi teknikisht NATO është goditur. Duke goditur bazat britanike në Çipro, Irani teknikisht ka goditur NATO. Kështu që nëse do duhej të aktivizojë Neni 5 i famshëm i NATO, duhet të ishte aktivizuar në radhë parë nga goditja e bazave britanike në Çipro. Por fakti i Nenit 5 është që vendi që goditet ai kërkon të aktivizohet, pra nuk është një nen që aktivizohet drejt për drejt. Se shiko se më duhet edhe të bësh shaka me këtë situatë. Unë kam një përplasje mes Britanisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe me një Mark Rutte, i cili e quan Donald Trump dedi, nuk më merr mendja se do të thriste mbledhjen për Nenin 5 për Mbretërinë e Bashkuar në këtë situatë. Sigurisht, po britanikët mund ta kishin bërë. Pra nuk ideja është e tillë që nëse goditet e themi Turqia, Recep Tayyip Erdogan ka të drejtën të thotë që unë kërkoj të aktivizohet Neni 5. Pa nuk është një nen që aktivizohet drejt për drejt në rast të tilla. Dhe pas NATO është ajo që vendos nëse aktivizohet apo jo Neni 5 në këtë radhë. Nuk e kanë aktivizuar ose nuk kanë thirrur për aktivizimin e Neni 5 sepse pikërisht nuk duan të përkeqësojnë situatën që është duke ndodhur dhe thjesht shkojnë me idenë që dy raketat e Iranit drejt Turqisë mund të kenë qenë gabimisht, le të themi, ose kanë ndryshuar rrugën dhe kanë përfunduar në Turqi. Nëse do kemi raketë 3, 4 dhe 5, sigurisht që këtu atë duhet marrë situatë seriozisht sepse nuk mund të ndryshojnë rrugën 5 raketa thash iraniane, dhe aq më tepër që këto janë raketa cilësi të lartë. Pra nuk mund të ndryshojnë rrugën, po themi 100 metra, 200 metra, 2 kilometra, por nuk ndryshojnë rrugën 200 kilometra. Pra, këtu ka një lojë që ndoshta thash aktor lokal në Iran po mundohen të fusin Turqinë në luftë në një mënyrë ose në tjetër. Sepse ka një çoroditje edhe vetë brenda Iranit, duhet kuptuar që një pjesë e madhe e elitës politike ushtarake u eliminua që ditët e para. Ata që po i zëvendësojnë po eliminohen ditë pas dite. Kështu që nuk përjashtohet mundësia të ketë një çoroditje shumë të madhe vetë brenda elitës drejtuese të Iranit dhe nuk është çudi që thash aktor lokal në një general me kokën e tij mund të jetë duke dërguar raketa drejt Turqisë.
Të qartë. Mirë, do të shkojmë në të tjera informacione të Grisafi së bashku, përpara se në pjesën e dytë kemi një ndalje ndoshta edhe në aspektin gjeopolitik dhe të deklaratave për të folur tashmë për disa avion luftarak. Raportova nisjet programit, dërgesat për B-52, të cilët duhet thënë se sipas kësaj grafike që tregon le të themi detajet kryesore teknike të tyre, janë bombardues strategjik bërthamor me një gjatësi prej 48 metrash, hapin e krave deri në 56.4 metra, arrin në një lartësi fluturimi deri në mbi 15.200 metra, apo e thënë ndryshe në pikërisht në këtë 15.220 metra është lartësia maksimale e fluturimit, rrezë veprimi 14.080 km dhe një shpejtësi maksimale e cila shkon në 1.026 km. Duhet thënë se 14.080 km është një distancë që ky avion e bën sigurisht përmes furnizimit ajror, i cili është një element tjetër i rëndësishëm. Ka 8 motor Pratt & Whitney TF-33, të cilët janë të njohur si motorët më të fuqishëm të prodhuar për avion specifik të Shteteve të Bashkuara në aspektin ajror, në shërbim që nga viti 1955, ekuipazh prej 5 personash, gjatësie 66 vite dhe mban deri në 32.000 kg ngarkesë luftarake. Janë këto disa nga detajet kryesore teknike. Zoti Grisafi, kemi një përdorim të B-2-shve, të avionëve B-2, cilët u përdorën edhe në sulmin e qershorit. Ndërkohë, Amerika dërgon tashmë drejt bazave në Mbretërinë e Bashkuar avionët B-52, përballë asaj që Donald Trump ka thënë se është një sulm i madh i cili nuk ka ndodhur. Të shtunën premtoi një goditje precize dhe masive ndaj Iranit, e cila le të themi ishte atë natë, por jo në nivelet që të gjithë pristin me eliminime masive. Pritet të ndodhë tani kjo goditje dhe a do të jenë pikërisht këto avion që do ta kryen? Ka dy gjëra që mund të mësojmë nga B-52-shit. Në radhë parë, goditjet do të jenë shumë të mëdha në këtë rast, sepse është një avion i cili mban deri 34 tonë armatime. Pra një avion i vetëm mund të hedhin mbi Iran 34 tonë armatime, gjë që asnjë avion tjetër në botë që ekziston nuk mund të hedhë kaq shumë armatime në një goditje të vetëm, dhe kjo na tregon që goditjet deri Iranit mund të jenë gjigande në këtë rast. Tjetër na tregon që mbrojtja ajrore e Iranit ose është shkatruar jashtëzakonisht shumë ose është tashmë thuajse jo ekzistente. Sepse këta janë avion që cilët janë të dukshëm nga radari, pra nuk janë avion të pakapshëm, janë avion të kapshëm nga radari. Në përgjithësi janë avion të ngadalt, pikërisht për shkak të faktit që mbajnë një peshë shumë të madhe të armatimeve, dhe avion të tillë përdoren kur mbrojtja ajrore e kundërshtarit nuk ekziston ose shumë është e parëndësishme, sepse avionët të tillë futen, le të themi, në një vend tjetër pikërisht në momentin kur janë të sigurt që mbrojtja ajrore atij vendi nuk do i rrëzojë. Pra kjo na tregon që mbrojtja ajrore e Iranit ose është shkatruar, le të themi, në një masë të konsiderueshme, ose tashmë nuk ekziston më fare në këtë moment. Nuk dihet fikse sa numri i atyre që mund të dërgohen në drejtlinjës mesme. Shtetet Bashkuara kanë rreth 50 avion të tillë në gjendje, jo të gjithë sigurisht mund të dërgohen, por ajo që na tregon me radhë parë është që mund të kemi një fushat absolutisht gjigante goditje ndaj Iranit. Sepse thash 34 tonë armatime bomba që mund të dërgojë një avion i vetëm, sikur 3 prej tyre të bëjnë 10 prej tyre të bëjnë, le të themi, një sulm gjatë një nate, thon rreth 340 tonë vetëm në një goditje. Pra supozohet për një goditje e përmasave gjigante në këtë rast në Iran, dhe kjo është ajo që mund të presim ditët në vazhdim nëse këta avion shkojnë në lindje mesme. Fakti kanë ardhur në Britaninë e Madhe tregon pikërisht që do shkojnë, sepse nuk para lëvizin, janë avion që lëvizin vetëm për misione goditjeve të nivelit shumë të lartë. Pra një pjesë e madhe goditjeve të parë në Afganistan, për shembull 2001, në Irak në thënishin, në Irak para 2003 u bën pikërisht nga këta avion. Dhe përgjithësi për shkak të sasisë shumë të madhe të armatimeve që mund të hedhin, thash, arrin të shkatrojnë një pjesë të madhe të aftësive goditëse të kundërshtarit. Pra çfarë ka mbetur pa u shkatruar deri në këtë moment në Iran, me shumë mundësi do shkatrohet pikërisht nga këta avion. Shumë pak edhe tek B-2-shi, i cili duhet të thënë se ka përafërsisht, le të themi, të njëjtat specifika, duke treguar kështu se fluturon në një rrezë veprimi prej 11.000 kilometrash, lartësi deri në 15.220 metrash, ka një ekuipazh për 2 persona, jetë gjatësi 36 vite, 27.000 kg apo 27 tonë ngarkesë luftarake, duke përfshirë këtu edhe armët bërthamore. Pra, me pothuajse në të njëjtat kuota, megjithatë ky avion ka disa detaje interesante, zoti Grisafi, kur flasim, vetëm 2 pilotë të cilët do duhet të operojnë me orë të gjata, si bëhet shkëmbimi mes tyre? Është njëri që qëndron në komandë apo qëndrojnë të dy, le të themi, pa gjumë në një periudhë kaq të gjatë për të fluturuar? Jo, variojnë sigurisht nëse tjetër, dikush mund të flojë sepse është një periudhë shumë e gjatë. Bëhet fjalë për shembull mund të bëjë 37 orë pa pushim.
Pra nga Shtetet Bashkuar në Iran dhe në vajtje është 30 shtator, vazhdimisht pa pushim, duke u rimbushur në ajër me karburant, dhe njëri prej tyre mjafton të flyt gjumë, le të themi një pjesë të kësaj kohe, ndërsa tjetri është duke monitoruar, sepse ideja është që shumicën e kohës së fluturimit, jo vetëm të këtij avioni, por përgjithësisht të gjithë avionëve që fluturojnë, nuk ka nevojë të bësh ndonjë gjë të madhe nga ana piloti, mjafton të monitorojë instrumentat, çfarë është duke ndodhur nëse janë në rrugën e dur. Në momentin pastaj që bëhet goditja, sigurisht që dy janë të zgjuar dhe janë pjesë e goditjes, sepse ideja është që njëri prej tyre mund të bëjë drejtimin e avionit dhe tjetri është ai që luan rolin e navigatorit. Pra tjetri është ai që përcakton koordinatat e goditjes si do bëhet dhe sasia e armatimeve që do hidhet në këtë rast. Por shumicën e fluturimit sigurisht nuk ka ndonjë punë të madhe për bërë pilotin në këtë rast. Mjafton të monitorojë instrumentet çfarë është duke ndodhur. Në fakt këta avion te kjo fushat janë përdorur disa herë, sidomos në fillim, sepse kanë diçka të veçantë ndryshe nga avioni që përfolëm më parë B-52, që ky është një avion që nuk kapet nga radari. Pra është i padukshëm nga radari. Pra nëse në ditët e para të luftës kishte një avion i cili mund të futej në brenda territorit të Iranit dhe të mos kapej nga sistemet mbrojtëse iraniane dhe godiste pikërisht këto, ishte pikërisht B-2. Fakti që po kalojmë nga B-2 tek B-52 tregon që nuk është më nevoja për këtë avion në Iran, sepse sistemet ajrore thash mbrojtëse të Iranit janë shkatruar thuajse tërësisht, dhe aq më tepër dhe nuk kanë nevojë për një avion i cili është i padukshëm nga radari. Të dy janë avion cilët hedhin një sasi të konsiderueshme armatimesh, B-2 këtë rast 18 ton armatime dhe është përdorur si thash goxha gjatë kësaj fushate. Është përdorur, është një bazë britanike në fakt Diego Garcia që është në Oqeanin Indian, e cila sepse jo çdo pistë le të themi mund të mbajë një avion të tillë. Mënyra si ulet dhe si ngrihet është pak e veçantë sepse ky nuk është avion në kuptimin e fjalës, quhet krah fluturues. Pra dhe mënyra si ngrihet dhe si ulet kërkon një pistë të veçantë. Jo çdo pistë në lindje mesme për shembull mund të mbajë B-2 dhe jo çdo ose le të themi aeroplan mbajtëse mund të mbajë B-2 në këtë rast. Të dy avionët thash përdoren për të goditur në sasi gjigande. B-52 ka një sasi shumë më të madhe dyfish se sa B-2. E qartë. Ndërkohë, ne do të shkojmë një shkputje shumë të shkurtër publicitare për të rikthyer në pjesën e dytë të programit dhe për të diskutuar sigurisht disa deklarata të rëndësishme të Donald Trump, i cili thotë se fundi i luftës në lindjen e mesme është pranë, megjithatë kushti për diçka të tillë, me sa duket nuk qenka vetëm Irani dhe qasja e tyre, por edhe vetë përfshirja e Izraelit në këtë konflikt. Të gjitha këto menjëherë vetëm pas publicitetit. Rikthehemi në program, në këtë pjesë të dytë më bashkohet në një lidhje të drejtë për drejtë dhe profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zoti Medlir Mema. Profesor, më mbrëmë, kënaqësi t'ju kem në program. Gjithashtu, faleminderit. Ishte një fundjavë me zhvillime të rëndësishme, një Donald Trump i cili duket se gjen kohën të flasë për media të ndryshme, jo nëpërmjet një paraqitje video, por nëpërmjet telefonit, dhe ka bërë disa deklarata ditën e sotme, të cilat duhet thënë që mbeten, le të themi, të diskutueshme. Deklaroi se kjo luftë nuk mund të mbyllet pa marrë dhe një miratim nga Izraeli. Ai tha se hym në këtë luftë së bashku me Benjamin Netanyahu dhe bëm këtë gjë sepse nëse nuk do ta bënim, Irani do të ishte i gati që të shklyente apo të shyente pikërisht Izraeli, një term cilin e ka përdorur shpeshherë Donald Trump për treguar rrezikun që paraqet si kërcënim Teherani. Nga ana tjetër, thot gjithashtu se dua të sekuestroj naftën e Teheranit. Si keni lexuar të gjitha këto komente të presidentit amerikan? Jo, pastaj do të shtojmë dhe komente tjera të cilat i ka bërë në drejtim të bursës amerikane për të ulur çmimet e naftës, tensionin në tregjet ndërkombëtare, që thonë që tashmë lufta në Iran pothuajse po shkon drejt përfundimit. Pra, kemi një seri, të thoja unë, e të diskutueshme është termini duhur, të kurse thatë ju vetë, deklarata nga ana e zotit Trump. Dhe për mua nuk besoj që duhet i kushtojmë shumë mendje, sepse mendoj që për momentin fakti është që përfundimi i konfliktit nuk është vetëm në dorën e Shtetit Bashkuar apo në dorën e zotit Trump, por është sikurse e pranon dhe i vet në dorën e Izraelit dhe edhe të Iranit. Më ka përmendur edhe këtu në programet tuaj që Irani ka diçka për të demonstruar, dëshiron të tregojë një lloj rezolute, një lloj kokëforcie të saj, sepse dëshiron që të mos ta përjetojë përsëri këtë lloj sulmi nga Shtetet Bashkuara të Izraelit.
Nga tjetër, Izraeli ka interese të veta që janë undërtuar në kundërshtim me Shtetet e Bashkuara, kështu që nuk është se i kushtoj shumë mendit deklaratave për shkak sepse janë shpesh kontradiktorë, por gjithashtu edhe kanë themi do të thonë audiencë të ndryshme që i sinjalizon arsye dhe gjëra të ndryshme. Të qartë. Mirë po, duket se e gjitha kjo luftë ka një ndikim, duhet thënë, të pamohueshëm sa i përket mbar globit. Ka një çmendje të çmimeve në Europë, sa i përket karburanteve, në niset programit, unë përmenda rastin e Italisë ku nafta ka shkuar mbi 2 euro për litër, benzina ka tekaluar çmimet e naftës, le them italianët janë zemëruar me të gjithë situatën, po ndodh edhe në vendet tjera të Europës, përfshirë Gjermaninë, Francën, apo edhe le themi përgjithsisht në kryeqytetet kryesore europiane. Duket se në një mënyrë apo në një tjetër nuk mund të shmangim këtë konflikt, ndonë se kemi një NATO e cila refuzoi përfshirjen ushtarake apo vetë Mbretërinë e Bashkuar e cila refuzoi një bashkim me Shtetet e Bashkuara në këtë sulm, pasojat ekonomike po vinë për të gjithë globin. Dhe u that pak më parë se kjo nuk është një luftë tashmë vetëm në duart e Amerikës, por edhe në duart e Izraelit. Bazuar në të gjitha deklaratat që janë bërë, mendoni se do të jetë një luftë e cila do të zgjasë, do të kemi një skenar të ngjashëm me Irakun, apo do të jetë një javë kjo e cila do të sjellë, le të themi, shuarje të tensioneve? Atëherë, së pari të kthejmë pak të çështja e krizës ekonomike, sepse mungesa e stabilitetit sigurisht ka ndikuar goxha në Evropë. Ndikimi, ose më saktë, ndikimi i konfliktit është më i qartë sidomos në Azi, ku për shembull Japonia 90% të furnizimit me naftë merr nga themi furnizime nga linja e mesme nëpërmjet mbështetjes së Hormuzit. Evropa më pak ka qenë historikisht e mbështetur në burimet e tjera nafte, ka filluar të diversifikojë tash atë duke shtuar dhe Shtetet e Bashkuara duke filluar nga viti tjetër. Kështu që do të thoya unë që ngritja e çmimit është më shumë një reflektim i pasigurisë ndërkombëtare se sa i mungesës së furnizimit drejt për drejt për Evropën vetë. Pastaj në lidhje me pjesën e dytë për lidhje me Izraelin, për mua që të shikojmë pak situatën edhe në Siri, Izraelit e intereson jo një Iran i konsoliduar dhe stabil, apo një Siri e konsoliduar dhe stabil. Për sa kohë që ka mungesë stabiliteti në këto vende, Izraeli është mirë dhe përfiton nga kataresa të ndryshme që shumë që vijnë nga aktorë të brendshëm dhe të jashtëm në zonën lidhje mesme. Sigurisht për Shtetet e Bashkuara atyre intereson zgjidhja e konfliktit, sepse pasiguria, mosfundëshmëria ndikon pastaj aspektin ekonomik, politik edhe në zgjedhjet e ardhshme. Prandaj them që ka një ngërç këtu midis asaj që Izraeli dëshiron, Shtetet e Bashkuara dëshirojnë, të dy sigurisht dëshirojnë mundjen e regjimit në Iran, por ndryshe në Shtetet e Bashkuara për shembull, Izraeli intereson një eliminim total i regjimit iranian. Për Shtetet e Bashkuara janë të gatshëm që të menaxhojnë që se mund të kenë një paqe të ftohtë ndoshta me regjimin, por që nuk janë më ata që ishin përpara në aspektin e interesave të tyre. Kështu që unë shikoj problematike të këtë lloj dinamike me këtyre dy vendeve, sepse ndonse për momentin kanë duke ndjekur një strategji, qëllimet e tyre për përfundimin e luftës janë komplet ndryshe nga njëra tjetra. Të qartë. Ndërkohë, zoti Krisafi, për t'ju rikthyer edhe një herë së bashku këtyre deklaratave të Donald Trump, i cili thotë se nuk mund ta mbyll këtë luftë pa Izraelin. Sa i ka kapacitetet aktualisht Izraeli që ta vijojë këtë konflikt? Folëm javën e kaluar për një raport të Ministrisë Financave, e cila tha se lufta do të na kushtojë rreth $3 miliard çdo javë. Pra, nuk është një goditje vetëm për Europën, për mbar botën, ajo çfarë po ndodh në lindjen e mesme, por duhet të thënë se është edhe një sfidë financiare për vetë Izraelin. Si do të shkojë kjo çështje? Do të ketë edhe një angazhim të Izraelit për të përmbyllur këtë konflikt dhe një pyetje tjetër e cila është me mjaft rëndësi, një frikë për shkallëzim të konfliktit me Turqinë. Ka pasur përplasje të vazhdueshme Izraeli me Ankaran, kështu që ka disa skenare të cilat mund zhvillohen në një mënyrë pak më të frikshme apo jo. Izraeli ka paktën 2 vjet tashmë që është në luftë me vende ndryshme dhe po harxhon në mënyrë konsiderueshme paratë e tij. Izraeli pa diskutim është një vend i zhvilluar, është vend shumë i pasur, edhe këto zhvillime sigurisht është duke bërë gjatë këtyre 2 viteve lufta ka vendosur në vështirësi të mëdha Izraelin, por unë kam përshtypjen që logjika e tyre është që përfitimet që mund të vinë nga rënia e regjimit në Iran
dhe përfitimet që mund të vinë nga shkatrimi i kapaciteteve së mos balistike nukleare të Iranit janë shumë më të mëdha se sa shpenzimet që mund të ketë Izraeli. Unë mendoj që problemi kryesor për Izraelin dhe Mbështetjet e Bashkuara në këtë moment në lidhje mesme lidhet me interceptorët ndaj raketave balistike të Iranit. Pra ky është problemi kryesor në këtë rast, sepse po harxhohen interceptorë nga sisteme mbrojtëse Patriot, THAAD dhe sisteme të tjera në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe ka një alarm të kuj si thuaç i ka rënë në këtë moment se nëse lufta vazhdon, si thuaç 6 muaj, në rastin më të keq të mundshëm, dhe Izraelit, vendeve të gjirit, Shtetet Bashkuara do i duhet të përdorin të merren ditë për ditë me raketat balistike të Iranit, pa diskutim që këto vende nuk do kenë më interceptor për të kapur raketat balistike të Iranit. Pra ky është problemi kryesor që mund të ketë Izraeli në këto momente. Nuk mendoj që janë duke menduar me të gjitha për parat, por sa më shpejt sigurisht mbyllet lufta, aq më mirë është për Izraelin nëse arrihen objektiva të caktuara. Deklarata e Trump në lidhje me Izraelin mendoj që është pjesërisht e saktë, sepse nëse Donald Trump thonë që lufta mbaroi dhe ne fituam, sigurisht edhe Netanyahu do jetë detyruar të thotë që lufta mbaroi dhe ne fituam në këtë rast. Por kapacitetet e Iranit pa diskutim janë paksuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Varësisht se çfarë mund të jenë duke thënë iranianët në këtë moment, faktet janë të qarta që kapacitetet e tyre janë paksuar në mënyrë të jashtëzakonshme dhe shenjat tregojnë që lufta mund mos zgjasë dhe aq shumë ose mund të arrihet një marrëveshje të caktuar. Për sa i përket Turqisë, atëherë nëse kemi një ndryshim të regjimit në Iran që duket e vështirë për momentin, por nëse ndodh se kemi një marrëveshje me Iranin, unë mendoj që Izraeli dhe Netanyahu do i ngjerret vetëm Turqia e Erdoganit si rivali vetëm në lindje mesme për të patur një lloj supremacie izraelite në të gjithë lindje mesme. Ka një rivalitet shumë të madh brenda Sirisë, por është shumë vështirë që të shkojnë në një përplasje të armatosur mes Izraelit dhe Turqisë, sepse Turqia është vendi i NATO-s, padiskutisht, megjithëse unë personalisht dyshoj se në një vend tjetër NATO do i shkonte në ndihmë Turqisë nëse e futen një luftë me Izraelin, por e shoh si një mundësi shumë të largët për momentin dhe fakti është që dhe brenda Sirisë ka patur një ndarje përgjithësisht, ndarje punës, si thua, mes Izraelit dhe Turqisë dhe kanë arritur një marrëveshje në heshtje mes njëri tjetrit. Por mendoj që nëse bie regjimi në Iran dhe sidomos se Irani kthen kursin e vet politikës dhe perëndimit, tundimi do jetë shumë i madh në Tel Aviv për të bërë diçka për Turqinë. Por e shoh shumë të vështirë të ndodhë diçka të tillë, aq më tepër që kapacitetet e Turqisë ushtarake janë shumë të, mendoj që janë më të mëdha se ato të Iranit, dhe aq më tepër që thash Turqia është vendi i NATO-s, por tundimi brenda në Tel Aviv mund të jetë shumë i madh nëse regjimi në Iran bie. Të jetë qartë. Ndërkohë, zoti Mema, për të ndalur edhe në diçka tjetër, më thatë se nuk do të komentonit më tek këto deklarata të cilat janë le të themi edhe spekulative të Donald Trump. Megjithatë, duhet thënë qartë, Donald Trump vjen të besojë se Irani është Venezuela, kur thotë se dua të zgjedh lirin e ri, dua dhe ti marr naftën siç bëra me Venezuelën, nuk arriti dot ta zgjedh lirin e ri. Kemi Mojtaba Khamenei, djalin e liderit suprem të Iranit, i cili me siguri sipas asaj që thonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa dashur të spekulojmë, mund të ketë të njëjtin fat si Jati, por në të njëjtën kohë përballë këtyre dëshirave të Donald Trump, ka një Europë e cila i kujton Washingtonit se regjimet nuk mund të ndryshohen me bombardime nga qielli. Kush do të ardhmja e Iranit përballë kësaj situate dhe përballë kapaciteteve aktuale luftarake të Shteteve të Bashkuara ndaj Teheranit? Atëherë themi të qartë që kur vjen puna për dobësimin e forcave dhe pushtetit ushtarak të iranian, këtu kemi bërë një dobësim të aftësisë së tij për të përgjigjur në aspektin e sulmeve ajrore. Por ama ushtria iraniane dhe garda revolucionare iraniane vazhdojnë të jenë plotësisht të fuqishëm, janë në terren, janë të mirë armatosur, të cilat të gjitha këto e bëjnë një përfundim të konfliktit të paktën në bazë të kushteve amerikane dhe izraelese shumë të vështirë. Nuk mund të fitosh dhe nuk mund të ndryshosh një regjim vetëm duke bombarduar. Këtë e ka përmendur më parë e mësuam edhe në Serbi, që në luftën e 99 NATO e kishte pamundur që të ndryshonte politikat gjenocidare të Serbisë ndaj shqiptarëve në Kosovë, në fakt vetëm përshpejtoi ato politika. Pra, e gjithë kjo për të thënë që po është e vërtet, siç përmendëm në studio, Irani ka filluar të dobësohet në aspektin e mbrojtjes, në aspektin edhe numrit të raketeve që kanë në dispozicion, ashtu sikur të shumë saktë tha që edhe Amerikanë dhe Izraelit si gjithashtu kanë filluar të jenë pak më pak të aftë, ose numri i raketave mbrojtëse është më i ulët nga çka qenë, duhet të zhvendosen sa për tyre ndoshta edhe nga Azia e Largët. Pra të gjitha këto e bëjnë këtë konflikt pak interesant, por përfundimisht loja do të luhet në terren
Edhe nëse nuk ka një zhvendosje të strategjisë ushtarake amerikane nga ari në terren, atëherë regjimi iranian mund ta bëjë të lojë nga mëngjesi deri në darkë, do të fillojë me kalimin e kohës të ketë ndikim edhe të madh mbi ekonominë botërore, do të ketë ndikim të madh edhe në aspektin e opinionit publik ndërkombëtar, sidomos edhe aty brenda Shtetit Bashkuara. Të gjitha këto do të thotë që koha është në favor të Iranit dhe jo në favor të amerikanëve apo të Izraelit. Pyetja është, a do kenë aftësinë Irani që të mbijetojë nga tani deri tani mbas 2 ose 3 muajsh. Por nëse ky konflikt zgjat më shumë se aq, do të thotë përkeqësohet situata politike, ekonomike, e ndoshta jo e sigurisë së Shtetit Bashkuar, do të ketë më shumë kërkesa për një angazhim në territorin iranian, dhe pastaj aty do të kalon në një sferë komplet tjetër, pastaj në debatet me Irakun, ku është sikur të ndodhi në Irak, por 2 herë më vështirë, se kemi territor 2 herë më të madh, territor që i cili është në aspektin gjeografik shumë i vështirë, që shërbetuar nga male dhe nga varg male gjithandej, që bëjnë dhe pushtimin territorial të Iranit shumë të vështirë. Prandaj them që për momentin dobësimi është real, është vërtet që po ndodh, por dhe vetë në fakt përdorimi i një armatimi kaq të fortë të rëndë në Shtetet Bashkuara në kupton çfarë, që zoti Trump të shkron që të japi një lloj goditje kufitare Iranit, duke përdorur çdo gjë që ka. Por nëse Irani imposht këtë javë tjetër që vjen, unë mendoj që si regjim do vazhdojmë të mbijetojmë fatkeqësisht për njerëzimin dhe fatkeqësisht për iranianët, por realiteti politik dhe ushtarak do të jetë ky që është. Qartë, ndërkohë, Krisafi, do të ketë një mbjetim të regjimit shumë shkurtimisht, do të ketë një jetëgjatësi të djalit të Khameneit në pushtet dhe mbi të gjitha, sa e vështirë do të jetë eliminohet garda revolucionare? Në radhë parë mendoj që djali i Khameneit vështirë se mund mbjetojë gjatë në pushtet, sepse shohim që dhe drejtuesit iranian cilët janë zvendësuar ditë e fundit janë eliminuar, për shembull eliminuar ministri i mbrojtjes 2 ditë pas saj. Kështu që është të vështirë, është një shënjesë pa diskutim, dhe ishte një goditje e madhe për Izraelin. Nuk e rrezon regjimin as vrasja e tij, se mund të zgjidhet dikush tjetër. I qëndroi ides që për të rrëzuar regjimin duhet një goditje në terren. Pra dikush duhet t'japi një goditje në terren. Unë jam mendimi që dhe garda revolucionare ka pasur dobësim padiskutisht, paktën dhënat që japin izraelitët janë në gjendje të luftojnë, po ka pasur dobësim, por pa një goditje në terren që dikush mund ta japi, me shumë mundësi mund ta japin kurdët, por ajo hapte llogaritë të tjera, pra duhet që dikush të japi një goditje në terren këtij regjimi. Por me shumë mundësi mund kemi ndoshta një marrëveshje fundi, sepse regjimi mund të shkojë në pikën që mund të jetë detyruar është në nivel mbijetese dhe që nëse regjimi nuk bie dhe nëse regjimi vazhdon me të njëjtën politikë të raketa balistike të armë bërthamore të tjerë, unë jam i sigurt që pas 6 muajsh ose pas një vit do kemi prapë të njëjtën luftë. Pra ideja është që ky regjim duhet të bëjë një lloj marrëveshje nëse mbijeton me amerikanët dhe me izraelitët që mos shkojë pikërisht në këtë situatë ku ndodhet sot, sepse kapacitetet e tyre thamë janë shkatruar në mënyrë të jashtëzakonshme, janë dëme kolosale gjigante këto që cilat duhet të rimëkëmben nga fillimi. Kështu që edhe nëse regjimi mbijeton thash, në rastin që nuk do ketë goditje në terren, me shumë mundësi do i duhet të arrijë një marrëveshje me amerikanët dhe izraelitët që mos shkojë pikërisht në të njëjtën pikë, sepse mund ta bëjnë përsëri vitin tjetër, nuk është ndonjë problem as për amerikanët, as për Donald Trump, as për Izraelit të bëjnë të njëjtën gjë që janë duke bërë deri tani, por regjimi bie nëse dikush godet në terren. Qartë, zotë Krisafi, kënaqësi të kisha mbrëmjen e sotme në program. Profesor Mema, ishte kënaqësi t'ju kisha mbrëmjen e sotme në War Report. Kemi mbritur kështu në fund programit edhe për mbrëmjen e sotme, abcnews.al është adresa ku informoheni në kohë reale për të gjitha zhvillimet e fundit nga vendi rajoni e bota, duke përfshirë këtu konfliktet më të nxehta globale. Ndërkohë, mbrëmjen e sotme duket se është një maraton për gjithçka që po ndodh në lindjen e mesme. Mos u largoni nga ekrani i ABC News, vetëm pas pak zoti Sokol Balla me zërin e shqiptarëve mbi të gjithë ndikimin që lufta e Iranit ka sigurisht në Shqipërinë dhe sa gati është kombi ynë që të përballet me pasojat që vijnë nga konfliktet globale. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë natën e mirë.